ne do duhet të dekriminalizojmë shumë vepra që sot janë kriminalizuar. Pra, ne dënojmë me burg vepra të cilat mund të korrektohen me masa të tjera. Për shembull, qoftë rastin e korrupsionit. Mendoj unë, në qoftë se incentiva për të kryer një vepër penale është fitimi ekonomik, është më efektive konfiskimi i pasurisë së vjedhur se sa mbajtja në burg. Sepse me të drejtë, shumë njerëz fillojnë dhe shohin se sa është paguar dikush për vitet e burgut, praktikisht. Kështu që do ishte më efektive kjo metodë se sa burgosja, edhe nga pikpamja e rikthimit të shoqërisë së asaj pasurie që është vjedhur. Ka vepra të tjera të cilat kanë të bëjnë me lidhjen e energjisë elektrike në mënyrë të parregullt, apo evazioni fiskal që bën biznesi i vogël që nuk kapset përfunden me burg. Vepra të cilat nuk përbëjnë rrezikshmëri shoqërore, të cilat në vende të tjera i ndëshkojnë nga forma nga më të ndryshme. Po këtu po flasim për dënimin final. Problematika këtu është që ata mbahen edhe kur nuk janë dënuar. Pra edhe gjatë kohës së hetimit mbahen në paraburgim. Tani, për ta shpjeguar për qytetarët që ndoshta nuk janë shumë familjar me sistemin penal. Paraburgim do të thotë, dikush akuzohet se ka kryer një vepër penale. Nuk e dim nëse ka kryer apo jo, po e hetojmë. Gjatë kohës së hetimit, personi mund të ndiqet në gjendje të lirë, mund të ndiqet në arrest shtëpie, mund t'i vendoset një mjet, siç janë këto bryzyliqet që tregojnë se ku ndodhet në territor, në mënyrë që të mos largohet, i merret pasaporta që të mos lejohet të udhtojë jashtë nga rreziku i arratisjes apo largimit, dhe mund të mbahet në burg derisa të mbarojë hetimi. Rastet kur personi mund të mbahet në burg duhet të jenë përjashtimore. Pse? Sepse mbahet në burg pa mbaruar akoma hetimi, ose sepse përbën rrezikshmëri shoqërore, pra është dikush që ka vrarë dikë. Ne nuk mund të presim sa të mbarojë hetimi, sa ai mund të vrasë persona të tjerë. Mund të ketë rrezikshmëri që largohet, pra ata ratiset, dhe asnjë nga këto mjete të tjera nuk është e përshtatshme, ose mund të ketë rrezikshmëri që të prish provat. Dhe përpasoj prokuroria nuk arrin dot më të gjejë fajsin sepse janë prishur provat. Por nuk u vërtetua një nga këto të treja, nuk ka arsye që personi të mbahet në burg. Tani, unë kam parë raste të personave të cilët mbahen në paraburgim sepse janë ndaluar ndërkohë që kanë konsumuar më shumë alkool se sa ç'është e lejuar. Është bërë vepër penale? Dakord. Makina i është hequr, i është sekuestruar. Patenta i është hequr. Çfarë rrezikshmërie ka ky person që ta mbash në paraburgim derisa të mbarojë hetimi? Nëse në fund gjykata vendos burg, është vendimi i gjykatës. Edhe për atë unë mendoj që në disa raste është egzageruar, po është vendimi i gjykatës. Po gjatë hetimit pse e mbajmë burg? Dhe këtu rritet rrezikshmëria që të kemi korrupsion, sepse presioni mbi prokurorinë pastaj është më i lartë që këta persona të paguajnë që të ndiqen në gjendje të lirë. Kjo është, pra, nisemi për zgjidhur një problem dhe prodhojmë problematika të tjera.